Ajo është presidenti i Kosovës. Ajo është. Lemir Pardrejt ju ka prej mandatit. Është presidenti i Kosovës. Dhe nuk ka gjë më të natyrshme se me vazhduar të ku e kalon. Vendimi i Hagës për krejt e ushtrisë territoriale të Kosovës. Qysh e pret ne që kam këto mendim? Çdo vendim ka kuptim kur flan popull. Edhe vendimi gjyqësor është vendimi i cili flan popull. Ki po do vendime që s'pranuan nga masat. Gjyqtarët normalisht gjyqtarë profesionistë kur marrin vendime përveç fakteve dhe provave e njohin një realitet ekzistues. Realitetin Kosovë kjo që është. Kosova ka pas një luftë shkrimtare, një gorilë dhe një ushtri, në organizim e sipër që nuk ka një historia politike ushtarake ushtri më të pastër, një luftë më të pastër të popullit shqiptar për ekzistencë, si djem të ri që kemi qenë, jemi munduar të shërbejmë vendet dhe të mos lejmë shfarosin e kombit tonë. Ata burra kanë shkuar të tillë atje dhe ne presim që ai vendim të jetë i tillë, duke njohur luftën e lirisë Kosovës, luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe angazhimin e tyre të pastër. Ju e dini, në Hag 2 herë është volosur pastërtia e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, në rastin tim e Ramushit. Nuk ka qenë nevojshme me shku për herë tretë, por pasi që ka ndodhur, ne presim që edhe këtë herë me 16 shtator, padrejësit kthehen vend dhe Kosovas, ata njerëz, ata burra shtetë themelues e Kosovës kthehen dhe të jepet vulli e mirë të mbyllët ai kapitull kësaj lufte që ishte krenaria e Kosovës, e kombit shqiptar dhe pastërtia e saj. E bot ditën që keni me mbështetë si parti për pa qenë në li. Nëse hipotetikisht vendi shkon në zgjedhje, a kemi qenë pjesë e lizës? Sa të jemi në fest edhe ju uroj juve djembe për këtë memorial këtu, shaja të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shqeqeni, çdo sa ka kuptim kur shërbe vende. Ne kena me qenë aty ku kena me mujt më shumë kemi shërbi vendit tonë. E ju edhe ne bashkë tash po e shohim sa ka nevojë Kosova në gjitha profesorët të ndihmohet. Sa më shumë me fisnikrojmë me punën tonë, vendin tonë apo më të fortë. Për bujkut atje deri te ushtarët e FSK-s, secili me lutrorën e tyre. Edhe unë edhe të tjerët, ne kemi detyrë me shërbi vendin tonë ato ku ka nevojë. Kështu që pa i marrë nësishme, ne unë do të dëshiroj që të kemi sa më shpejt institucionet e Kosovës, themeluar. Zoti Haradinaj ka propozuar që për presidente jetë zoti Kaçi pas 16 shtatorit. Që kë gjithë në zanë që kë në intervista, një Kosova presi. Ajo është presidenti i Kosovës. Ajo është. Lemir Pardrejt ju ka prej mandatit. Është presidenti i Kosovës. Dhe nuk ka gjë më të natyrshme se me vazhduar të ku e kalon. Është presidenti i Kosovës. Nuk ka është kryme e mandatit. Presidenti i Republikës Kosovës ju kanë ndërprej mandati detyrueshëm për të përgjigjur një ftese dhe kërkesë prokurorisë. Kështu që këtë që po flasim është gjë më natyrshme është vazhdimi aty ku e kalon. E rëndësishme të na kthejnë në Kosovë pastaj të gjitha banë.